Në momentin që ne të gjitha të mirat i kemi, këtë mos e harroni asnjëherë. Dhe nuk na mungon asgjë pash hiç. Por se na mungon Allahu, na mungon Islami, na mungon adhurimi, ibadeti, na mungon namazi, ne nuk do të arrijmë as edhe një herë të vetme t'ju adim kimetin mirësive dhe të mirave. Kur njeriu arrin në dunjan e tij, që nëpërmjet veprave dhe punëve të tij, të arrit jetë afër Allahut Dhul Xhelal dhe të arrit jetë me iman të fortë siç Allahu kërkon nga unë dhe nga ti, çdo vepër tjetër, çdo arritje tjetër, çdo mirësie tjetër, ai do t'ia di kimetin dhe do të kënaqet me to. Shkurt thon vëllezër të dashur, wallahi dhe billahi, në qoftë se njeriu ti mungon imani, dhe në qoftë se njeriu e haron arsye pse është në këtë dunjë, që Allah na e ka treguar se ne këtu jemi për të adhuruar dhe madhëruar Zotin. Në qoftë se njeriu i mungon kjo, dijeni vëllezërit e mi të dashur, se nëse ka shtëpi, nëse ka vetur të mirë, nëse ka punë të mirë, nëse ka e blat shumë, nuk do të arrijë krejt këtyre mirësive që ati kimetin dhe të kënaqet me to, në qoftë se nuk e ka Zotin. Nga se Islami, imani, që ne shumë zor t'i japim, por nuk është gjithmonë mjaftueshëm, gjithmonë duhet të vazhduar të goditur në këtë drejtim, edhe të punuar në këtë drejtim, dhe të thirrim njerëzit në këtë drejtim, është arsyeja bazë, është shkaku kryesor, pra Islami, imani, që na e krijon mundësi neve më u kënaq me i shiju të mirat dhe mirësitë që Allahu Dhul Xhelal na i ka dhënë. Në momentin që ne të gjitha të mirat i kemi, këtë mos e harroni asnjëherë, dhe nuk na mungon asgjë pash hiç, por se na mungon Allahu, na mungon Islami, na mungon adhurimi, ibadeti, na mungon namazi, ne nuk do të arrijmë as edhe një herë të vetme t'ju adim kimetin mirësive dhe të mirave. Prandaj vëllezër, asnjëherë mos u habitni dhe asnjëherë nuk ka nevojë të pyesni si është e mundshme që një njeri gjithçka të ketë i lumtur mos tjetë. Është shumë normale kjo. Thot Allahu Dhul Xhelal: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Për njerëzve, kjo ligji i Zotit. Unë dhe ti nuk kemi mundësi të ndryshojmë. Ndoshta do të na konvenonte të ndryshojmë, po se ndryshojmë do. Çfarë thot Allahu Dhul Xhelal? Dhe kush nga njerëzit, kudo që t'jetë, në çfarë do lloj pune t'jetë, në çfarë do lloj vendi të shkojë, çfarë do lloj rrethi të ketë, ja kthen shpinën udhëzimit të Allahut Dhul Xhelal. E kush është udhëzimi? Është libri i Allahut, ja kthen shpinën Kuranit, ja kthen shpinën namazit, ja kthen shpinën xhamisë, dhe kushdo që e bën këtë vepër, Allahu Dhul Xhelal e ka përcaktuar ligj, rregull dunjor. Ne thot këtij njeriu kemi me i dhënë jetë të rëndë, jetë të vështirë. E nuk tha kemi me e marrë rrezikun, nuk tha kemi me lënë pa shtëpi, nuk tha kemi me lënë pa ngrohtë dhe pa pi, sa kemi me i dhënë jetë të rëndë. Duhet krijuar si synim në dunjë. Krahas punëve që bëjmë, elhamdulillah, aktiviteteve dhe angazhimeve në dunjë që kemi, duhet krijuar edhe synim, Njëtë si mendon që ti bësh brenda vitit 100.000, 200.000, njëtë si mendon brenda vitit të dalësh nga borxhet, ose njëtë si mendon brenda vitit të bësh investime ose renovime të shtëpia, të njëjtin mendim në jetën tënde duhet ta kesh edhe në çfarë? Si të investosh në iman, në Islam, dhe si të investosh për të qenë më afër Allahut xhalla xhelalu. E nga mundësit më të mira vëllezërit e mi të dashur, e kemi pas ne Ramazanin, të lumët ata njerëz të cilët e kanë shpejtësuar Ramazanin dhe janë munduar që nëpërmjet këtij muaji të jenë afër Zotit. Dhe tani që ka mbaru Ramazani, ka mbaruar këtij muaj i bekuar, në qoftë se kthehemi tek gjenerata e ardhë, duhet
shohim si kanë vepruar ata. Andaj vëllezër, unë dua të ndaj me ju një thënie nga kushërini i pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga një sahabi i çmuar me vlerë dhe me peshë bajgit veçon kohën ka jetuar. Aliu radiallahu anhu. Aliu vëllezër thot duke u bazu në kohën dhe në jetën e shoqërisë kur ka jetuar. Një fjalë shumë të bukur me cilën fjalë ne duhet ta matim veten tonë. Çfarë thot ai? Asnjëherë nuk ka qenë debat, nuk është bisedu në kohën kur ka qenë i dërguari i Allahut dhe kur kanë jetuar sahabët për kryerjen e ibadeteve. A me krya mos me kry? Dhe është mbare dhe është turp vëllezër. Muslimanit ti folish për ta falë namazin. Është mbare dhe është turp muslimanit ti folish për ta agjëru Ramazanin. Është mbare dhe është turp muslimanit ta thirish që t'jeti kujdesshëm ndaj zekatit. Është mbare dhe është turp muslimanit ti folish për haxhin. Pse? Se musliman nën kupton që ti ke pranu këto punë që i përmendëm me i bon. Dhe në moment që ti ke thonë Eshhedu en la ilaha illallah o eshhedu enne Muhammeden Rasulullah, ti ke pranu çdo gjë me cilën të urdhron Allahu dhul xhelal me kry. Që i bie ti je musliman sepse ke pranu namazin me fal. Në momentin që ti ende ke problem me punën e namazit, nuk themi se është problem me e quajt muslimon ajo muslimon këtë njeri. Mirë po, përderisa halal duhesh me i fol një njeri me emrin Omer nga një familje islame, ende me i fol për namazin, kjo i bie se ky person halal probleme shumë serioze ka me raportin me Allahun dhul xhelal. Pse themi këtë vëllezër? Nëse thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dallimi në mes muslimanit dhe jo muslimanit është namazi. Kush e lën namazin pa fal, ka mohu Zotin. Sa Allah ka thonë bëje dhe ti nuk e bën. Kush e lën agjërimin pa e kry, ky person ende nuk ka besu Allahun me të gjitha urdhrat që ka. Prandaj thot Aliu radiallahu anhu, as edhe një herë të vetme në kohën tonë nuk është bisedu a me kry a mos me kry. Vjen Ramazani me diskutu a me agjëru a mos me agjëru. Për shkakun se punë e rënd, punë e vështirë, orari i gjatë dhe vllau im. Të gjitha duhet planifikuar para Ramazanit. Kur të vjen Ramazani duhet me agjëru. Dhe dijen kategoritë e njerëzve të cilët lirohen për agjërimin. Mirë po, me e thirr muslimanin me agjëru, kjo nuk është në rregull. Mirë po, përderisa nuk pas ka qenë debat, kryerja e obligimeve fetare në kohën e sahabëve, cili ka qenë debati atë në kohën e tyre? Debati në kohën e tyre ka qenë a thu vallë Allahu xhelle xhelaluhu, ibadetin, adhurimin që e kemi kryer, ne e ka pranu se nuk ne e ka pranu. Dhe i njëjti debat të dashurit e mi duhet zhvillohet edhe tek ne. Gajlja jon, deti jon, biseda jon duhet nga ajo që nuk duhet jetë, por që është më fala mos me fal, duhet të jetë debati jon, biseda jon. Këtë namaz xumoje që ne kemi ardhur me fal, që e kemi lënë punën, që e kemi pas det kur kemi ardhur në këtë vend, a thu vallë, elhamdulillah, shumica e xhamatit e të rive në veçanti, që vinë prej Maqedonie, Kosovë, Shqipëri e këndej, këtë det e kanë. Do të shkojmë në Gjermani, a thu vallë, do të kemi mundësi me falë xhumon. Dhe kjo misi, kjo begati. Dhe fakti që është këtyr në zemrat dhe në mendjet e xhamatlive e dëshmon prezenca juve këtu në xhami sot, se momentin që Allah e shep brengën në zemrën tënde për kryerjen e një adhurimi dhe ibadeti, Allahu dhul xhelal ta mundson ta kryesh ato. Dhe tash ne jemi në xhami, momentin që kemi ardhur në xhami, a ka mbaru puna jon,
a ka mbaru çështja jonë, a është gjithçka në rregull me ne jo? Tani duhet na shoqëroj brenga këtë namaz që do e bëjmë. A do na e pranoj Zoti ajo? Kur do të na shoqëroj kjo brengë, këtë namaz a do të na e pranoj Zoti ajo? Ardhja jo në xhami, marrja e abdesit, hyrja në xhami, qëndrimi i ulët, falja e namazit, dhënia e selamit, ndëgjimi i hutbes, dalja nga xhamia, gjitha të dashurit e mi do të jenë më në nivel, se e kemi gajle. Sikur ai studenti që e ka gajle, nuk e ka gajle do i provim, sa i provim mora të hije. Nëse do me marrë diplomën, ai gjysmë provim duhet hije. Mirë po, a e ka gajle studenti me hi provim, apo me e kalu provimin? Studenti e ka gajle me e kalu provimin. Dhe fakti që e ka gajle me e kalu provimin, çka bën studenti? Mundohet me shpejtësu kohën, mundohet me shkujt sa më shumë, mundohet që përgjigjet me i thënë sa më mirë. Njëjtë edhe besimtari kështu duhet jetë. Kaloj Ramazani, besimtari duhet që të jetë i kujdesshëm në maksimum që veti dhe krejë e tij të jetë a thu vallë Allahu Dhul Xhelal ne e ka pranuar gjithë ata gjëri. Pse? Se për këtë çështje të fundit ne e bëjmë. E vëllezërit e mi të dashur, dëgjoni me vëmendje, Allahu Xhelle Xhelaluhu nuk e ka lënë gajlen dhe detin ton deri kur dalëm nesër për Allahut me e kuptu Ramazanin e vitit 2026 që e kemi bëha thuna e ka pranu Zot. Ose namazin që do e bëjmë sot, të presëm deri njomur kijame me ditën e ka pranu Zoti. Shumë e qartë vëllai jemi dashur. Nëse vjen xhami, zemra është e gëzuar. Nëse vjen xhami, sabri të mungon. Nëse vjen xhami, i përzitur, i brengosur, i rënduar prej dunjos. Dhe kur del prej xhamisë sot, sabri nivel, qetësia nivel, i lehtësuar shpirtërisht, edukata jote më ndryshe, krejt kjo është dëshmi se namazin Allah ta ka pranuar. Në moment që del prej xhamie dhe sa përfundon namazin, me njëherë të kaplon malli, kur do vije xumoja tjetër, kjo është shenjë se Allahu Dhul Xhelal ta ka pranuar namazin. Mirë po, në moment që del prej xhamie, me njëherë në start, shtyhesh me xhamatin të këpucat atje, me njëherë në start, kur dalesh prej xhamie, fillon e komenton ligjëratën e hoxhës dhe thush, nuk e di pse hini ki këtu e pse hini ki atje, pse na fali me këtë, pse na fali me ato. Në momentin që del prej xhamie dhe me njëherë ke mungesë sabrit, mungesë durimit, ndodh që të përgojosh me njëherë, ndalesh me pi një kafe por mbas namazit, edhe hin rrugave, fillon e komenton e përgojon. Në momentin që hin xhami dhe nuk të bëhet koha, këto janë shenja të dashurit e mi se ibadeti dhe namazi nuk të shpranuar. Edhe me Ramazanin është e njëjta gjë. I thënë Hasan el Basri, çka mendon, ka qenë një hoxh, një dietar i madh vëllezër. I thënë, çka mendon për një njeri i cili ka udhëtu? Shikoni sa interesant. Për një njeri i cili ka udhëtu dhe e ka arritur gradën e njeriut adhurues tek Zoti, ibadetxhi. Dhe pas një kohe, ky njeri është larguar përsëri nga adhurimi dhe nga ibadeti. Çfarë është puna e këtij? Për shembull, këtë pyetje ndodh që edhe ne ta bëjmë shumtën e rasteve. Për shembull, filoni më herët është fal, filoni më herët ka ardhur xhami, filoni më herët e ka bërë këtë dhe ka bërë atë. Mirë, po për një moment është larguar. Çka është puna e këtij filoni? Sigurisht, një filon të tillë çdo njëri e keni në kokët e juaja. Një njeri të tillë çdo njëri prej juve dhe neve e njohim. Edhe Hasan el Basri e kam pyet për këtë. Çka ka thonë? Ka thonë filoni që thoni ju se e ka arrit gradën e ibadetxhive, adhuruesve, dhe është largu, në realitet ky njeri asnjëherë nuk e ka adhuruar Zotin. Si është e mundshme? Po e kemi pa në xhami. Po, në xhami e ke pa duke hyrë dhe duke dalë nga xhamia. Por se ky njeri nuk ka arritur nga namazi, nga Ramazani, të arrijë gradën e lumturisë, qetësisë ose lezzetllokut që ia ofron Islami.